qëndrimin e ambasadorëve kundrejt Partisë Demokratike që janë? Gjorta, unë besoj se çdo ambasador që është në Shqipëri vjen me një mision dhe me një detyrë të caktuar. Sigurisht ata që janë ambasadorë të vendeve anëtare kanë kryesisht marrëdhënie bilaterale, kur bëhet fjalë për ambasadorin e Bashkimit Evropian, prezanton një kuadër dhe më shumë shtete anëtare. Në të njëjtin mision dhe gjatë kësaj reforme, besoj se kanë qenë përveç se me dëshirën e mirë për të ndihmuar që të kalojë një reformë drejtësi, e vërtet dhe drejt për qytetarët shqiptar, unë nuk shoh asnjë arsye tjetër. Them drejtën, filmat me diversante, me desant ajror, unë nuk i shoh që kur kam qenë kalamak. Kështu që nuk as dua të mendoj se ka ndonjë arsye tjetër përveç faktit që kjo është një reformë jetike për shqiptarët dhe është një reformë jetike edhe për gjithë forcat politike. Që duhet të votohet e njëjtën kështu siç është? Nuk them asnjë gjë të re dhe nuk bëj lajm në rast se përsëris veten në më shumë se sa një vit, e kam thënë dhe sot në mbledhje, kjo reformë ditën e njëjtë duhet të votohet. Partia Demokratike nuk ka koalicion me forcat tjera politike jashtë spektrit të saj. Partia Demokratike duhet vazhdoj të ketë koalicionin me shqiptarët. Koalicion me atë të papunin i cili nuk ka mundësi të kërkojë drejtën e tij. Koalicion me atë që përfundon në burg dhe nuk ka të drejtë të marrë të drejtën e tij. Koalicion me atë që nuk përfiton dot shërbimin mjekësor në këtë vend. Koalicion me atë gruan apo me atë njeriu që shkon para derës gjykatës dhe nuk merr drejtësi. Që ndrojnë krahun në gjithë atyre gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm të këtij vendi që kanë bisupe edhe njollën e të korruptuarit të disa të tjerëve të cilët e kanë bërë drejtësinë Shqipëri si pazar. Që ndrojnë krahun e gjithë politikanëve të ndershëm të këtij vendi që nuk kanë asnjë lidhje me krimin dhe korrupsionin përveç se dëshirën për ta parë vendin e tyre të ecë përpara. Ky është koalicioni i vetëm që i duhet Partisë Demokratike. Vendimet e tjera besoj se do t'i keni nga kryetari.